Sepse është pikërisht kjo e vërtet e trisht dhe e dhimbshme që shqiptarëve u paraqitet vetëm ai ushqim që u vret shpresën. Dhe nuk u lejohet kurrësi të shohin qoftë edhe një grimcës të vogël që mundet me u ndërtu shpresën. Kur mblidhen 200 njerëz në një sallë për një ide të re politike, për një parti të re politike, për një familje të re politike, kjo do të thotë që energjia kombëtare tashmë nuk është thjesht një energji e cila po lëviz, por është një energji që po bashkon. Pra ne nuk kemi më në atë gjendjen kaotike që vetëm lëvizim, migrojmë apo emigrojmë, arratisemi nga realiteti apo vendosim të heshtim. Jo, kur 200 njerëz bëhen bashkë, është lajm se energjia kombëtare nga lëvizje po kthehet në bashkim. Bravo. Dhe kur ne shohim që aty jashtë kësaj salle, e gjithë politika në çdo gërm, në çdo tingull, në çdo fjalë të saj ka lajt motiv, dasit, përçarjen, urrëtitjet, ndarje për me na tregu se unë duhet fitoj se ai është shumë i keq. Unë mund t'jem i keq, po unë jam i keqi që fiton për ju. Kështu që hajta mundim atë të keqi që fiton për ata, dhe ndajmë ne. Përballë këtij realiteti që është aty jashtë, dominues, keni një sallë që nuk thot, ne po bëhemi bashkë, se edhe ne dumë me nda si ata, po hajde ndajmë për pjesën tonë. Nuk ekziston te këta 200 njerëz që janë këtu në këtë sallë as një copës, as një pjesës e mendësisë dhe kulturës që përçan për me dominu. Por ne dumë me bashku njerëz cilët besojnë se këti vendi ka ardhë qasti, ka ardhë koha, ka ardhë momenti që mos t'i qoj jashtë Shqipërie më të mirët, por t'i bashkoj jo më në një anije që largohet, por në salla, në sheshe, në organizim, në strukturë, që i rrit dhe i kthen dal nga dal në shumicë transformuese.